shqetësimi jonë është, pse opozita nuk e bën këta, është se janë të rahatum. Kur je rahatum, këshyr vit që shme rrit pushtetin tanë. Nëse është një merit që kish me pas Partia Social-Demokrate me futje në kuvend, është me prish qitë rahati që ekziston në kuvend, për shkak se deputet e pushtetit, kur janë kuvend, nuk është që janë shumë të stimulume e kritiku pushtetin, për shkak se ndodhen pjesë e ti. Në anën tjetër, kjo opozitën e cila vetëm në krenari e ka i kena që në gjykatë kushtetuse mirëbe, po tipaj si default e opozitarizmit është i qënë ato gjykatë kushtetuse. Një zyre ligjore e grupit parlamentar tënd e bën atë punë pa i thonë t'i heq. Mirë po qka i mungon vendit, është kritika e thellë e vërtet edhe një ballafaqim i vërtet me një rani cili për ditë e ma shumë na menojmë që ka me cenu demokracin edhe ka me ngulfat vendin plot nivele. Shumë tema. Më në që kam bërsh pak një për... Po, është edhe ke adresu. Krejt patëm qa me thonë. Po fillojmë prej kësaj që përmendi Ashari, linqimi edhe diskursin ndaj ish pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës edhe diskursin përgjithësi polarizimi që përgjithë gjatë kësaj periudhe. E para, ne gjithë dim se sa shumë i ka kontribu PDK-ja në vazhdimësin historike të saj, linqimit, fyrjes, etiketimit, kështu që nuk është korekte me paraqit si diçka tre që pëndodhë sot. Je pak ma në moshë se onë. E din qëfar polarizimi shoqërore, politik ka pas sa ka qenë për shambull gjallë presidenti Ibrahim Rugova dhe Hashim Thaçi. Me qëfar etiketash,